Marrëveshja mes Bashkisë së Vlorës dhe Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë ka hyrë në një fazë të tensionuar. Administrata bashkiake ka bllokuar fizikisht aksesin e Dhomës së Tregtisë në ambientet ku ushtron aktiviteti në Pallatin e Kulturës Labëria, duke ndruar bravën e derës së hyrjes. Ky veprim shënon kulmin e një konflikti institucional që prej javësh po zhvillohet mes palëve, lidhur me kontratën e qirazës së këtyre ambienteve. Zanafilla e mosmarrëveshjes daton në 23 dhjetor 2025, kur Bashkia e Vlorës i dërgon Dhomës së Tregtisë një shkresë zyrtare për zgjidhjen e kontratës së qirasë dhe detyrimin për lirimin e pasurisë. Sipas bashkisë, pagesa vjetore e qiras nuk është kryer brenda afatit kontraktor dhe është realizuar vetëm më 15 dhjetor 2025, çka sipas interpretimit të institucionit përbën shkelje të kontratës së lidhur në 1 maj 2024. Në këtë bazë bashkia njofton zgjidhjen e njëanshme të kontratës dhe kërkon lirimin e ambienteve deri në 9 janar 2026, duke paralajmëruar masa administrative dhe gjyqësore në rast moszbatimi. Nga ana tjetër, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Qarku Vlorë e kundërshton këtë vendim në një shkresë zyrtare drejtuar bashkisë më 5 janar 2026. Ajo thekson se kontrata është ende në fuqi dhe se është ripërtërir automatikisht sipas nenit 821 të Kodit Civil, duke çuar vlefshmërinë e saj deri në qershor 2026. Dhoma e Tregtisë argumenton se ushtron aktivitetin në këto ambiente prej më shumë se 25 vitesh pa ndërprerje dhe se gjatë kësaj periudhe ka përmbushur rregullisht detyrimet financiare, duke shërbyer si një institucion kyç për biznesin lokal dhe bashkëpunimin me institucionet vendore dhe qendrore. Sa i përket pagesës së qirasë, Dhoma sqaron se ajo është kryer më 15 dhjetor 2025, vetëm 3 ditë pas lëshimit të faturës nga Qendra Kulturore Vlorë më 12 dhjetor 2025. Sipas saj, pagesa nuk mund të kryhej më herët, pasi ligji nuk lejon pagesa pa faturë tatimore të rregullt. Dokumentacioni i vënë në dispozicion përfshin faturën për arkëtim dhe vërtetimin bankar të pagesës, që sipas Dhomës së Tregtisë provon përmbushjen e plotë të detyrimit financiar. Pavarësisht këtij shkëmbimi shkresash dhe pretendimesh ligjore, Bashkia e Vlorës ka ndërmarrë veprimin ekstrem të bllokimit fizik të ambienteve, duke ndruar bravën e derës. Ndërsa bashkia këmbëngul se kontrata është zgjidhur për shkak të shkeljeve, Dhoma e Tregtisë cilëson vendimin të padrejtë dhe të pambështetur në ligj, duke paralajmëruar ndjekjen e të gjitha rrugëve ligjore për mbrojtjen e të drejtave të saj.